Jeni me diabet. Një gotë nga kjo pije ul sheqerin në gjak në kohë rekord. Ja si ta përgatisni. Përdorimi i insulinës dhe medikamenteve duket i paevitueshëm për njerëzit të cilët janë diagnostifikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli i trigliceridëve dhe i tensionit të gjakut të persona me diabet rritet ndjeshëm, duke nxitur kështu përdorimin e një sër medikamentesh, të cilat mund të jenë edhe gjëja më e mirë që mund të bëni. Të dhënat të cilave u referohemi sipas Diabet Care tregojnë se një regjim specifik ushqimor që përfshin fruta dhe perime të freskëta është shumë efikas për të balancuar më mirë luhatit e sheqerit në gjak. Përveç regjimit ushqimor dhe marrja e medikamenteve të caktuara në mbikëqyrjen e një mjeku, është e rëndësishme për të evituar luhatit e sheqerit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i frutave dhe perimeve të plota ose dhe të shtrydhura mund të jetë një ndihmë e mirë në rastin tuaj. Sipas Brajcaj, sugjerohet i konsumoni të plota pasi sasia e frutave dhe lëngjeve është më e madhe si pasojë edhe sasia e sheqerit. Ju duhet një vullnet i çelik dhe përkushtimi i fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe të pagatuara derisa niveli i sheqerit të ulet ndjeshëm. Fal niveleve të ulta të sheqerit në gjak, ju humbisni edhe më shumë në peshë. Regjimi dhe ushqimet të freskëta të pagatuara do ta vini re që do të transformojnë më mirë gjendjen tuaj shëndetësore dhe do të jenë një aleate shumë e mirë e organizmit, gjithashtu edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Të gjitha këto do të arrihen edhe në kombinim të dietës suaj dhe aktivitetit fizik, si një ndihmë për të balancuar më mirë luhatit e sheqerit në gjak. Sipas të dhënave të Healthline, një nga lëngjet më të rekomanduara është edhe kombinimi i këtyre përbërësve në dietën tuaj. Përbërësit që ju duhen në përgatitjen e kësaj recete të thjeshtë alternative janë 5 kivi, një grusht me spinaq, 2 banane, 2 mollë dhe gjysmë litri ujë. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e nevojshëm në përgatitjen e kësaj recete, filloni gjithashtu edhe me përgatitjen e saj. Hidhini të gjitha përbërësit në një mikser dhe i përzjeni së bashku. Shtoni ujë dhe i përzjeni sërish. Pini rreth gjysmë litri të lëngut në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Ndërsa ndjeheni të uritur, hani fruta, sallata, peshk ton, sepse trupi do të ketë nevojë për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se nuk do t'ju bëjë të jeni të uritur. Është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj për të menaxhuar më mirë luhatit e sheqerit, duke kombinuar kështu produkte të duhura ushqyese në kombinim me aktivitetin fizik dhe medikamentet të cilat jeni duke i marrë, do ju ndihmojnë më mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Ushqimi i duhur dhe aktiviteti i duhur fizik janë në jetik për të mbajtur konstant luhatjet e sheqerit në gjak. Një person që do të balancojë sasinë e ushqimeve me aktivitetin e duhur fizik për të trajtuar një gjendje shëndetësore siç është diabeti, do ta ruajë më mirë shëndetin e tij dhe do të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet që mund t'i kanosen atij. Një plan i duhur ushqimor për diabetikët përfshin marrjen e ushqimeve të shëndetshme në sasi të konsiderueshme dhe të respektuar me oraret e ngrënies. Në përgjithësi, një dietë e shëndetshme për diabetikët përfshin ushqimet me nivele të larta të ushqyesve si frutat, arrat dhe perimet. Sipas American Diabetes Association (ADA), është një listë me ushqime të cilat janë kyçe për shëndetin e mirë nëse vuani nga diabeti. Sipas ekspertëve, në rast se vuani nga diabeti në dietën tuaj, duhet të kombinoni këto ushqime. Perimet jeshile. Perimet jeshile janë një ushqyes me pak kalori dhe gjithashtu janë të dukshëm më të ulta në karbohidrate të tretshme, të cilat ndihmojnë trupin të mbajë nivelet e sheqerit në gjak. Zarzavate të tilla siç janë për shembull lakra, brokoli, spinaqi, duhet të përfshihen në dietën e diabetikëve, sepse do të ndihmojnë më mirë në menaxhimin e këtyre luhatjeve. Edhe frutat janë të mira për diabetikët, për sa kohë nuk janë shumë të sheqerosura dhe nuk konsumohen në sasi tepër të mëdha. Frutat janë një burim thelbësor i vitaminave, mineraleve dhe fibrave shumë të rëndësishme gjithashtu edhe për aktivitetet tuaja ditore. Disa fruta të cilat do të përfshihen në dietën e diabetikëve
Janë manaferat, lule shtrydhet, boronicat, pjeshka, avokado, qershit, kajsit, mollët, portokalli, dardha dhe kivi, sepse kanë një nivel më të ulët glicemik, por duhet i konsumoni me moderim dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Edhe marrja e proteinave ditore nga ushqimet është e rëndësishme për dietën tuaj, çka do të luajë një rol pozitiv kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe në balancimin më të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Disa ushqime të cilat kanë proteinë janë gjithashtu ushqime të pasura dhe të rëndësishme për diabetikët. Ushqimet e shëndetshme me proteinë janë proteina me bazë bimore që vjen nga arrat, fasulet, farët, tofu, peshku, pula dhe gjithashtu vezët dhe bulmeti pa yndyr. Edhe marrja e duhur e karbohidrateve në këtë aspekt është e rëndësishme për persona të cilët kanë luhatje të theksuar të sheqerit në gjak. Nëse jeni një person që keni luhatje të theksuara të sheqerit në trupin tuaj, atëherë duhet të tregoheni të vëmendshëm dhe të përzgjidhni produktet e duhura ushqyese, të cilat do ju ndihmojnë më mirë në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit dhe diabetit të tipit 2. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të shtoni sa më shumë produkte natyrale, siç janë edhe karbohidratet, shumë të nevojshme në aktivitetet tuaja ditore dhe mbi të gjitha në lehtësimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Trupi ka nevojë për karbohidrate që të funksionojnë në mënyrë efikase, por duhet të keni kujdes edhe me sasinë e karbohidrateve që shtoni në dietën tuaj. Disa ushqime të shëndetshme po ashtu janë të mira për diabetikët, siç janë për shembull orizi i kaftë, tërshëra, gjithashtu edhe quinoa. Gjithashtu edhe patatja e ëmbël është një zgjidhje shumë e mirë me karbohidrate që mund të shtohet në dietën tuaj. Edhe bulmeti është i mirë për diabetikët, për sa kohë nuk përmban yndyrë ose përmban atë në sasi tepër minimale. Gjithmonë duhet të varet nga produktet e qumshtit, gjithashtu me pak yndyrë ose pa yndyrë për të ruajtur nivelet e duhura të sheqerit në gjak. Zgjedhjet më të mira të bulmetit që mund të shtoni në dietën tuaj është kosi natyral pa yndyrë, 1% ose qumësht i skremuar. Gjiza pa yndyrë gjithashtu janë të mira për sa kohë konsumohen me maturi dhe në sasinë e duhur ditore. Farat dhe arrat janë gjithashtu shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ushqyese edhe në lehtësimin e luhatjeve të sheqerit. Disa fara plotësojnë gjithashtu edhe boshllëkun dietik. Personat diabetik këshillohet të marrin fara dhe arra të ndryshme si chia, kungulli, liri dhe arrat për të mbajtur një mënyrë jetese më të shëndetshme. Edhe vaji është një zgjedhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Është e rëndësishme të zgjidhni vajin e duhur për përgatitjen e ushqimit. Dikush do të zgjidhë vajin e ullirit për të mbajtur një mënyrë jetese të shëndetshme. Ajo përmban acide oleike që përmirësojnë menaxhimin e glicemisë dhe ndihmojnë në uljen e nivelit të triglicerideve. Vaji ekstra i virgjër është gjithashtu një produkt që mbron trupin kundër një sër komplikacionesh të cilat rëndojnë edhe zemrën. Diabetikët duhet të konsultohen shpeshherë me mjekun e tyre për të marrë në konsiderat dietën e cila ju përshtatet më shumë. Kështu do ta keni më të lehtë të menaxhoni luhatjet e sheqerit dhe të evitoni gjithashtu kolapsin në raste dhe situatat e caktuara. Arrat. Në përgjithësi arrat janë një zgjedhje e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyrna njihen për përmirësimin e qarkullimit dhe sheqerit në gjak. Edhe çajrat janë të mirë për sa kohë nuk përmbajnë ëmbëlsues shtesë. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë që të pini çaj me bazë natyrore ditore, si çaji i jeshil ose çaji i zi, për sa kohë janë rreptësisht të pashtuar me sheqerna ose ëmbëlsues të tjerë artificial. Edhe patatja e ëmbël është një zgjedhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime shëndetësore, zvogëlon rezistencën e insulinës dhe ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani një patate të ëmbël. Vaji i ullirit është një nga vajrat më të rëndësishëm që mund të shtoni në dietën tuaj, i cili do ju ndihmojë dukshëm në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit dhe diabetit të tipit 2. Është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim që mund të bëni për dietën tuaj, sidomos nëse vuani nga diabeti. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.